24.000 euro dënim për ata të cilët tentojnë ta kryejnë haxhin pa leje. Ministria e Haxhit dhe Umrës në Arabinë Saudite ka paralajmëruar masa të rrepta ndaj atyre të cilët përpiqen të kryejnë haxhin pa leje zyrtare. Sipas njoftimit zyrtar, çdo person që kapet duke kryer haxhin pa leje zyrtare, me vizë turistike apo vizitë, do të përballet me gjoba deri në 100.000 ria saudite, $26.000 apo 24.000 euro, si dhe rrezikon ndalimin e hyrjes në mbretëri për 10 vite. Këto masa gjithashtu përfshin edhe ata të cilët ndihmojnë pelegrinët pa leje përmes transportit, akomodimit apo fshehjes gjatë vizitës së vendeve të shenjta në kohën e haxhit. Dënimet rriten me numrin e shkeljeve. Shkelësit përfshirë banorët dhe ata që të i kalojnë afatin e qëndrimit të kapur duke u përpjekur ta kryejnë haxhin ilegalisht, do të deportohen dhe do të ndalohen të hyjnë në Arabinë Saudite për 10 vite, thuhet në deklaratën e publikuar nga Ministria në rrjetet sociale.